Një person është arrestuar dhe 5 të tjerë janë proceduar penalisht për vepra të ndryshme penale nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër. Sipas bluve, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet BL, 51 vjeç, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, u referua materialet në prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale RK, 23 vjeç, banues në Puk, pas një aksidenti të ndodhur në aksin rrugor Puk Shkodër, ku shtetasi me inicialet RK, 23 vjeç, banues në Tiranë, u përplas me automjetin e drejtuar nga shtetasi DU, 85 vjeç, nga përplasja u dëmtua leq shtetasi me inicialet SU. Shtetasi me inicialet RM, 31 vjeç, banues në fshatin Grudare, pasi humbi kontrollin e automjetit në aksin Shkodër-Koplik duke dalë nga rruga. Si pasojë dëmtua lehtë pasagjerja në mjetin e tij. Shtetësia me inicialet VK, 40 vjeçe, shtetësi me inicialet AB, 41 vjeç, banues në Kamëz, pasi duke drejtuar automjetin i ndërpreu rrugën shtetësit me inicialet OSH, i cili po lëvizte me biçikletë. Ndërkohë nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Puk u referuan materialet në prokurori për një zjarr të rënë aksidentalisht në fshatin Trush, në një sipërfaqe toke në pronësi të shtetasit me inicialet JM, 62 vjeç. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me iniciale AZ, 49 vjeç, banues në Vor, pasi është kallëzuar nga shtetasi me inicialet AZ, 53 vjeç, banues në fshatin Xath, se i ka dëmtuar tubat e ujit të pishëm dhe evaditës në këtë fshat. Policia bën me dije se materialet procedurale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme ligjore.